Vetëm edhe pak ditë na ndajnë nga festa e madhe e Pashkëve, një nga ngjarjet më të rëndësishme për besimtarët e Krishterë. Në këtë frymë përgatitjesh, familja Zoja Ruzare në Bishtazhin të Gjakovës ka organizuar një serë aktivitetesh të veçanta që do të zhvillohen gjatë 3 ditëve kryesore, të njëjtën, të premten dhe të shtunën e madhe. Do ta kemi të njëjtën e madhe, në organizim pak më ndryshe se viteve tjera. Që do ta kemi meshën në orë 18 në kishën këto, në kishën e Zojës Ruzare në Bishtazhin. Ndërsa pas meshe, atëherë do ta kemi darkën e mramë në farë imitimi të asaj kohe që Krishti ka pas darkën e mramë me 12 apostujt, kur janë bashku për të kremtuar Pashkët e Hebrejme, që do ta kemi për jashta, në obër të kishës, pra në shpellës së Zojës bekuar. Aty kemi përgatitur faktikisht ambientin që besoj që keni marrë dhe do të kenë mundësi njerëzit ta shohin. Dhe pas meshe do të vijmë aty, do të jenë domethënë në Krishtin me 12 si këtë vit kemi 12 këshilltarët e kishës që do të përfaqësojnë 12 apostujt. Dhe aty do ta kemi gjithë rritjen e darkës mramës pak a shumë si ka ndodhur. Sipas famulitarit Don Lush Sopi, një ndër momentet më të veçanta është organizimi i të njëjtës së madhe. Fillon me larjen e këmbëve, është një traditë në kishë, edhe këto Krishti dëshmon edhe aspektin njerëzor, edhe aspektin hynor, sepse në aspektin njerëzor ai e përvojtron vetveten, e përul vetveten, edhe fillon t'ju lan këmbët apostujve. Shën Pjetri e kundërshton, por pasi që Jezusi i thotë që do të realizohet edhe kjo, atëherë Shën Pjetri i përgjigjet që nëse ka nevojë jo vetëm këmbët edhe trupin, edhe Krishti thotë s'ka nevojë kështu i pastër, por mjafton vetëm këmbë. Domethënë e përvojtron vetveten, edhe ju jep shembull thotë e kuptua çfarë ju bëna unë mësuesi juaj, edhe ju duhet bëni kështu. Prandaj është një traditë në kishë pra që ndodh kudo larja e këmbëve. Përveç të njëjtës, aktivitetet të shumta janë parapar edhe për të premten dhe të shtunën e madhe, duke përfshirë elemente simbolike që pasqyrojnë dhimbjen, heshtjen dhe sakrificën, por edhe shpresën që kulmon me ringjalljen. Premten e madhe përkujtojmë mendimin dhe vdekjen e Krishtit. E dimi, edhe këtë vit e kemi pasur edhe vitin e kaluar, këtë vit do ta kemi pak edhe më gjerësisht, gjithashtu rrugën e kryqit, pra do të filloj me gjykimin e Krishtit, Pilati kur e gjykon, edhe pastaj pranimi i kryqit, rrugtimi i Kalvarit, do ta kemi këto në pjesën në obër të kishës komplet, dhe do të kemi pak a shumë gjithë ata aktorë që kanë marrë pjesë edhe në rrugtimin e Krishtit drejt Kalvarit. Ndërsa shtunën është nata Pashkëve, gjitha rritet që janë shumë të pasura, duke filluar me bekimin e zjarrit, bekimin e qirit Pashkëve, ndezjen e qirit të Pashkëve dhe me gjitha pastaj ato rrite që i kemi për të vazhduar me mishën shenjte, në orën 20 të shtunën, edhe përfundon gjithë kjo përgatitje nga koha e krejshme, siç e thash, me festën e Pashkëve që kemi të dielën ringjalljen e Krishtit. Ky organizim që po realizohet për herë të parë në këtë formë në familjinë e Bishtazhinit, synon të sjellë një përjetim sa më autentik të festës së Pashkëve. Aktivitetet do të zhvillohen gjatë 3 ditëve kryesore, duke përfshirë momente simbolike të dhimbjes, sakrificës dhe shpresës së ringjalljes. Organizatorët ftojnë të gjithë besimtarët që të bëhen pjesë e këtij përjetimi të veçantë. Ky organizim i veçantë pritet të mbledhë një numër të madh besimtarësh, duke rikthyer edhe një herë traditat dhe përjetimet që e bëjnë këtë periudhë kaq të rëndësishme për komunitetin.